Përshëndetje, jemi të testin e radhës. Pyetja e parë. Cila sjellje është e drejtë në këtë situatë? Largoj këmbën nga pedalja e gazit, nuk i jap gaz. E saktë, duhet të vazhdoj me të njëjtën shpejtësi. E pasaktë, nuk ndërmarr asgjë pasi që këmbësuri është i moshuar. E pasaktë, çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë? Do të ndalim për t'i dhënë përparësi kalimi veturës e cila vjen nga koha e kundërt i lëvizjes. E saktë, ndalim trafiku në të dy kohet. E pasaktë, rruga ku trafiku zhvillohet në një kah. E pasaktë, cila sjellje veprim është e drejtë? Largoj këmbën nga pedalja e gazit, nuk i jap gaz. E saktë, duhet të vazhdoj me njëjtën shpejtësi. E pasaktë, nuk ndërmarr asgjë. Këmbësorët duhet të lëvizin në trotuar. E pasaktë, çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Vend parkimi për kamion. E pasaktë, kujdes të shtuar ndaj këmbësorëve. E saktë, vendaljen për autobus. E pasaktë, çka duhet të keni parasysh në këtë situatë? Për kthim djathtas, respektohet shenja e trafikut. E saktë, duhet të ndalem para kryqëzimit. E pasaktë, duhet të frenoj vrollshëm. E pasaktë, shenja e trafikut paralajmëron afërsinë e kthesës së rrezikshme mojtas. E saktë, shenja e trafikut paralajmëron vendkalimin hekuror të pasiguruar. E saktë, cila shenjë paralajmëron afërsinë e pistës së aeroplanëve? E para, e pasaktë. E dyta, e saktë. E treta, e pasaktë. Shenja e trafikut tregon pjesën e rrugës ku duhet të lëvizin qerrët. E pasaktë, shenja e trafikut tregon ndalimin e trafikut në këtë drejtim. E pasaktë, shenja e trafikut tregon vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësisë. E saktë, shenja e trafikut tregon urën mbi lum. E pasaktë, shenja e trafikut paralajmëron afërsinë e fëmijëve në rrugë. E saktë, shenja e trafikut paralajmëron vendkalimin hekuror me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse. E saktë, në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni në këtë situatë? Drejt dhe djathtas. E saktë, drejt dhe majtas. E pasaktë, majtas. E pasaktë, në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit? Djathtas, drejt dhe majtas. E saktë, vetëm djathtas. E pasaktë,
vetëmojtas e pasakt. Si do të veproni në situatën si në foto? Do të ndalem para vijës ndalse. E sakt. Do të vazhdoj lëvizjen me kujdes pa u ndalur. E pasakt. Duhet të ndroj shritjen e trafikut. E pasakt. Biciklisti duhet të ketë rroba reflektuese apo ndonjë burim drite gjatë ngasjes në rrugë me dukshmëri të dobësuar. E sakt. Lejohet kthimi gjysmërrethor në tunel nëse vija gjatësore është e ndërprerë. Pasakt. Gjatë ngasjes do të kujdesem se mund të hasi në kolonën e ndaluar në rrugë. E sakt. Lejohet tejkalimi në këtë situatë. Pasakt. Ngarkesa në vetur e cila kalon pjesën e pasme me shumë se 1 metër shënohet me pëlhurë të kuqe. E sakt. Në këtë kryqëzim, automjeti i kuq dhe biciklisti kanë përparësi kalimi. E sakt. Në këtë kryqëzim, vetura e kuqe lëviz e para. E sakt. Në këtë kryqëzim, vetura e verdhë lëviz e para. Pasakt. Në këtë kryqëzim, radhitja e kalimit duhet të jetë biciklisti, unë, vetura e kuqe. E sakt. Alkooli gjatë ngasjes ndikon negativisht. E sakt. Timoni shërben për funksionimin e motorit. E pasakt. Në figurë është paraqitur regjimi ekologjik. E sakt. Cilat janë parimet e ngasjes defanzive apo mbrojtëse? Nxitimi i vërtetshëm, pasakt, shmangja e aksidentit për shkak të shkeljeve të rregullave të trafikut nga pjesëmarrësit e tjerë. E sakt, ngasja vetëm me mjet mendërues automatik. E pa sakt. Ja dhe rezultati i testit.